Hajdini me neve të knoqëm bashk. Po blek, Përshëndet, jemi qëtemi ma të mirë nga unë, Dorun Tina. Ndodhemi sot në fshatin, në komunën, po du më tha fillimisht, në komunën tek njerëzit ma të dashtën, ma të respektum, ma të kulturum e krejt mirat e botës. Apo mundeni me ditë se ku ndodhemi në komunën e Gjilanit, fshati për Lepnica. Ky është fillimi i fshatit, siç po e shohim bashkarisht, po duket një fshat shumë i bukur, shefeni se sa pamje të bukur ka fshati. Po du m'ju tregu edhe diçka tjetër që unë isha me xhirime, i ka dikon rreth 2 javë, nëse nuk gaboj, por që gjatë rrugtimit tim i kam pa 3 rast vdekje kështu rend dhe në shej respekti, unë i kam dalu xhirimet për atë ditë dhe kam lënë me ardhë sot në kohën me diell që do e shijojmë, po besoj këtë ditë pa fund. Andi, apo mund është më gjithë? Me ditë kush ma ka marrë shpuzën, kush ma ka hongër shpuzën e kuqe, bashkë sot që jëm vesh me jakën e të kuqe, o kur shkaj në zyre, ka me kallë zyre, në bumen ka me gju. Nuk u dzojnë me prejkë mu pajisjet e mija, po ndodhë dhe kjo. Si mus me ka Dorun Tina, s'kan më mjoft njerëzit me këtë mikrofon. Hajde gjithsesi po e vazhdojmë fshatin. Fshati për Lepnica është ndër fshatrat më të zhvilluar sa i përket komunës së Gjilanit. Përveç kësaj, njerëzit në këtë fshat janë shumë punëtor, të respektum po dihet, po shpresoj që ka me i taku ata persona sot gjatë rrugtimit ton në këtë fshat. Për Lepnica është fshati ndër të partë me biznese private. Pra këta i kanë senet tel. Hajde po shofëm tash se kem po e takojmë shumë brebona me qëtë syza, që shtim në gjep. Po ja të proj ka një herë, po pa vedije, pa qëllim. Aje pjesat andejem të i po varezat e fshatit, edhe atje lartë. A e kapë ndonjë fshat tjetër, apo është kjo për Lepnica, është ndër fshatrat më të mëdhaje të komunës së Gjilanit. Sheni pra, këto toka po duket me qenë të pashfrytzume, i kanë lënë ashtu, shtëpitë e bukura gjithandej, sipërfaqja është bukur e madhe, pozita gjeografike, po e dini tashmë, po eci drejt, si qiri, krejt rafshë kemi. Jam të po me traktor, e kam të pa mundër me ndalë me që është rrugë kryesore, se i kësha dalë tamam kështë si police. Puna marë! Përshëndetje! Mirë falenderoj, ju si jeni? A të pengëj një 2, 3, 5, 6 minuta? Aha, në qaj qeni se po duket i fështirë. Ja, mësë po merë. Si je ndërmë, o mëse e këdorëzën! Mirë si jeni, Si je hajni Dorun mirë, a Tina? moj, që shene? Mirë falenderoj. Dollë pak, ha? Dolem pak. Ani shumë. Koha me djel. Koha me djel, shumë mirë. Edhe mos m'ja kushtu Gjilanit është gjëna. Sidomos për Lepnicës. Hajde ta shtregona për fshatin, si është si fshat, si është jetesa, edhe fillimisht po më intereson origjina e emrit për Lepnica, nga ka rridh nëse e dini me më tregu, çka të më thona. Për Lepnica nga ka rrjedh, unë që e di, një farë lule ka qenë si bozhore, më duket në botë që asaj e kanë lu.
Është fshati i qetë, fshati i mirë. Njihni me gjithë këto, me banorët? Po, jemi këto vendas qysh më ti. Qa po punoni, çka po bëni, çish po jetoni, çish po ja delni? Po tybe ka pak merren me bujqësi, ka pak që shto dikush kush është në puna. Punat ku i kanë në Gjilan, a? Gjilan, po. Kryesisht edhe me bujqësi kush ka tokë pak merret edhe me bujqësi. Unë kam dëgjuar që në këtë fshat kanë biznese shumë private, edhe jeni ndër fshati i parë që keni biznese private. Sa është e vërtet kjo? Po, ka biznese private. Fshat intelektual ka pas mësuesit e parë kanë qenë pe këtushit, kështu që ka dhe biznese private. Po një sasi që ka me tash, një pjesë e banorëve, kanë ka pak tokë, merren me ato me bashkë me. Kështu sa për veti. Nevoja familjare. Nevoja familjare, po. Si janë banorët e fshatit për Lepnica, si i keni raportet? Muj me thonë njëri ndër fshatrat e komunës Gjilanit është fshatri më i pasuri, më i komunikuar me zveti. Asnjë shtëpi nuk ka që nuk bisedon njëri me tjetrin. Jena shumë të lidhur njëri me tjetrin. Nuk ka ngatresa, nuk ka. Për atë sa më karo me i vizitu fshatrat e Gjilanit, ju ende vazhdoni me i mbajt traditat, adetet, e keni mikpritjen kështu nivel, respektin të kulturum. Si keni arrit me mbajt? Ka qenë fshat intelektual, thash edhe më herët, kanë kulturë, kanë edukat. Parat. Muj me thonë, niveli shkollimit është shkallën më të lartë, muj me thonë. Në komunën e Gjilanit? Fshat i njoftën, po. Po, ashtu kam dëgjua dhëne. Jeni fise të ndryshme apo si? Sa fise jeni? Këtu jemi 2 fise, Thaçë dhe Shaljan. Po. Mirë kalon. A martoheni mes veti? Po, pas luftës po. Para luftës nuk jena martu, tash pas luftës po. Jon 4-5 raste. Tash këta trit po dashurohen. Po, këta trit po. Po, a përpara nuk jena martu. Jo. Pse nuk jeni martu përpara? Po s'di tybe, s'di. Ma nuk keni po, kështu e tani, qësh me gjetë? Tash po është mundësia ndrysh. Tash po. A ka diçka që i mungon fshatit, po fillojmë prej rrymes, ujë, kanalizim? Kanalizimi, i vetmi kanalizimi i mungon fshatit. Ndriçimi është, rruga është, e kemi lumin atje poshtë. Para 2 viteve kanë bo rrëmien e lumit, e kanë bo shtratin, po kanalizimi prapë rrjedh në lum. Po, e vetëmi kanalizimi në mungon. Gjë që ata ujë nuk mundet me u shfrytzu për pije? Ja, nuk mundet, as më për pije, as për bashkë. Po, normalisht. Se për pije kemi penden atje të fshatit Livëç, kështu që me ujësjes nuk kemi të lash. Reken nuk muna me shfrytzu për bashkë. Mbetet ashtë? Po, e vetëmi kanalizimi mungon. Gjitha janë këto mirë. Po, nëse dini me më të regu për afërsisht sa është numri banorëve në këtë fshat, sa munden me konë? Këto rreth 500 shtëpia janë. Për banor s'po muj me ta dhoni. Nga një banor, 500 banor. S'po muj me ta banorin, banor të sakt, veç... Një mishin po e kap, ka? Kap, po. E mërgot? Ka mërgot, po. Një numër i madh është valla mërgot. Më dëgju që e keni mërgotin në më të fortën, edhe që kanë kontribu. Po, kanë kontribu. Nëse kërkohet në ndihmë diçka këto, janë pa hezitum. Po. Spritojnë, që spritojnë. Veç dojnë me ditë ku po dedikohen ato të holla, edhe nuk pritojnë hiç. Shumë mirë. Po i përshëndesim gjithë mërgatën e fshatit për Lepnica. Ndërum po ju përshëndes bashkë me mërgëmtarët edhe juve. Faleminderit. Faleminderit shumë për kohën, na bën halal se ta morëm pa kohë. Jo, ja, tamam po. Ishte shumë kënaqësi. Në një fshat me shumë banor, po takojem të i pa dhe disa të tjerë. Përshëndetje, si je? Që si je, mirë. Mirë, faleminderit. Ju si jeni? Jele unë Ivan Prekovc, komuna Novo Brd. Po folma ndryshe, theksin, jeni shqiptar, jeni banor i fshatit? Jele unë zdi me Shqip, ali... A shazot që e leon e zdi. E qka din? Cilën gjuhë din? Po srpski, ja sam došao da uzmem lek, koji mi je... Mu sam falj srbisht. Koji mi je spremio travar Kadruša Vazi, dobri smo prijatelji, sarađujemo, uzmem lekove za ljude. Thot që
është i nacionalitetit sërb nga fshati Prekovc, ka ardhur deri te unë me marrë një bari që ja kom bo. Jemi shokë të mirë edhe kështu. Shumë mirë. Jeton në Kosovë e nuk po din me fol shqip. Me fol shqip, me... Hajde se pa u bo 24 orë të qëj në Serbi të këthej. Që e unë me arë në Serbi me jetu e mos me dit me fol serbisht. Ani. Jo zviz, së rashtin mos ma qoft atje. A kam mësua? Qësh po jeton në Kosovë? Qka po punon, qka po bon, si është jetesa? Qka po punon? Po punon selo. Se mo hore, mo radi, mo... Jeton në fshat, punë të fshatit, mbjell, kështu punë të fshatit, lavron kulturat bujqësore që mbjell. Tash ka dalë në pension, ka qenë i punë. Suma herët tash është në pension. Që sa viti jeton në Kosovë? 65 godine. Sa po thot? Ko zhivi shovde. Ne, nisi ti dosha, ti si Rogjenovde. 65? Jo, po thotë 65 vjeqar jam, është i lindur këto, Kosovar. Qysh bre 65 vjet i bolnë edhe kështë s'po di me fol shqip. S'po di, u selo svi pričaj srpski. Jeton me një fshat që është etnikisht sërb. Janë gjithë sërb edhe kontaktit, do më thonë kontaktit ma të vogla, nuk ka mujtë më mësu. Gjalli po punon kek, e on priča... I kini nëzo venet ma të mira ju këto, a? Po. Djallin keka, edhe ato kom ta qitë prej pune. Unë ju morë vish me bo keqë, hajgore. A të pëlqen me jetu ma shumë në Kosovë, a në Serbi? Cilin dëshire ki? Ja, Kosovë rogjën, Kosovë živim, tu porodica, tu sve, nema problem. Do më thonë juve ju pëlqen me jetu në Kosova Republikë? Blokova qëtë, po. Ele unë, ja živim u Kosovo. I tu sa porodicu, živim o svi. Është me familje jetën këtu, nuk e ka ndërmen me shku. Mirë është, po kuptohet se i kanë disa pengesa, edhe nuk deklarohen. Ne interesuje me politika, ali izilazim na sve izbore i poštujem. Nuk mirët me politikë, po ndel zgjedhje, kur t'jenë zgjedhjet nacionale, tash, del e kryin detyrën qytetare. Po e kryin obligimin qytetare dhe këtja. Më thonë voton, aja që është e këtina për ko voton, se, do më thonë, kur t'bijnë zgjedhjet, del në zgjedhje edhe e kryin obligimin qytetare. Poštujemo zakoni Kosova, registracija i ostalo, sve plaćamo poreze, radimo na svoje imanje i to je. Do më thonë dokumentet i ka të Kosovës, të Republikës, se i respektoj ligjet e Kosovës, krejta i kom të Kosovës, krejta i përmbon në regullët të Kosovës, kështu. A ma mirë se jemi bërë Republikë, shtet. A ju pëlqen? Nuk i pëlqen këto pyetje. Thuj njerë Rënoft Kosova, masi që të po hane po pen, e po jeton. Hajde, thuje Rënoft. Na. Qysh në? Hajde na, takse, hajde të qenë Serbi unë e këto të veni vetë. Hajde ti po shkojtë në Serbi pa. Qka, po unë me orë Serbi unë e kolli aty, grejt. Qëtë të mirë, ishte knetësi. Sjellë që jem të punu. A ka nëjë problem apo s'ka diko shende ujnë këtë fshat? Jo, problem s'ka, po ujtë dojnë me jek ata azbesin e vjetër me qitë këtë gypin e ri. Që sa keni fillu me punime? Me punime kem fillu për prillit, mos nga busha. Prillit edhe endës jem përfundu, a ka shumë puna? Po ka punë shumë. Sa jeni në staf, a jeni shumë punëtor? Po. Sa është numri? Jënë vëllaj dikun që jem të punu në dy vena. Tu edhe një ven tjetër jem të punu. Shumë mirë. S'po jo marrë ko se është të prit kolegu, falemderit. Dy vena.
Banor i fshatit jeni, apo? Jo. A cili banor i fshatit? I Stogut? Po. Po shërim re? Edhe në i Stogut jam? Po. Çfarë? Të zoku jam. Po i Stogut jam. Çfarë më jam në ki? Ademaj. Ademaj? E kohë ti kështu? E i Stogut. Po. Bash i Stog. Përshëndes. Ai zot mirë. Respekt. Respekt për bashkëvendasit e mi. Tash i kam lënë se unë po jetoj në Prishtinë, po qa mi bo? Puna, jeta. Jam të e po një banor, është të e mbush konten me ujë. Unë po shkoj po e përshëndeti, edhe po jam mbush gjatë kont me ujë nëse pranon, po edhe nëse pranon me bisedu me mu, nëse ju veç po e përshëndeti. Po në mbar! A dëni mësafir? Faleminderit me orë në Gjilian edhe mos me pas pritje, është e pamundur. Fshati jonë për Lipnica është shumë i mirë. Apo më duket, apo më nje, se ja nise me më tregu për fshatin, hala pa e pyetësie. Mirë dita, si ja del faqe, si e Dorentin, mirë dita Kamaramana, je mirë. A mirë, a moj, Që ka dole? sini. Mirë shnesh. Mirë, Familja? mirë, kejtë mirë. Shëndeti? Shëndeti në vend. Shëqër zotit. Oje, Dorentina, si po të emrin. Po. Dorentin, se unë për cellin emisionet tua. Unë i kom po, unë i kam, kështu adin se tash jam të punu në pëmë perimet, 67 vjetë, 69 vjetë. Vërtet, po dukesh më i ri. 69 se jeta jeme ka qenë kontabilist, në zyrëm ka shku këtë jeta. Më falë që po ju ndërprej, e pas ke mbush, apo? Po. Se tash ta mbush jonin, po e pas ke mbush. Po, shoj, derdhe, na e dermi. Që e Se? adoni, Ja, hiq po më e se- dermi moshe. E derdhuj për mu. Moshe se Mbushe. kemi pendën tona. Sa mirë. Qysh po jetoni në fshatin për Lipnica? Po shef me tregu drejten, unë dhe kreti jetomi shumë mirë në fshat tonë. Unë kom jetu mas lutës dhejnë 2010 në qytet. S'm ka pëlqy. Deri në 2010 keni jetu në qytet. Po e në 2006 u privatizu vendi i punës, edhe unë vendosa më këthym fshat, se gjitha i kam. Jem të e po një tavolin, apo shkojmë po ullëm kështë si zotni. Mirë se të ardhën jeni, hajde bojron. Shumë. Hajde, ku po zo vend? Ku dush, hajde. Hajde, mirë, ullu. Ja i zoti Ullu për bara shpis. na kem për bashkë. Na kem faleminderit shumë. respekt. Ju jap me musafirit e lirome. Respekt edhe për juve. Hajde, shumë faleminderit. Ah, mu s'ma dën djellën hiq. Nime, Hajde këtë. alloj, unë kam qa. Kallo. Që unë qëtët, ti qëtët. Billin e dushëm. Ja, ne s'moj me doru me Dorentin Sini, mirë, familjen, Krejt numër jemi. kështu ishe gjithë qytetarët në Kosovë se jemi mirë të lumtun liri. Edhe po mbot shumë qefi, që isha gjithë disponum, kushtet e mira, tanat mira të zotit. Shumë faleminderit. Edhe po mundohem me i pasqyru se cilin fshat ma bukur se tjetrin. Emisionet i ki tepër të atashme, të mira, të përcjelle, se unë e du, si me thoni, jetën fshat. Pa prej ashtu qytetin, qyteti ka të vetit e veta për parimtare, krejt, po fshatin pëlqen mua se mun me punu si t'jesh i shëndetshëm. Pem, perime. Unë mira, me që se jem penzionu, që 3 vjetë, mirë me pem, me perime, gjitha i bëj dhe shumë t'i toj. Ju e tha që keni jetu për një kohë dhe në qytet, po çka ju ka shty me u kthy përsëri në fshat? Me tregu drejten, ishmi në qytet në aty, kishmi banesën me familje, 7-8 antarë me nonën, po na u privatizu vendi i punës. E unë kom punu, në shtasosh bëhet me përmend, po kom punu dhe me gru aty në kontabilitet bashk, jeta ka u kone mirë, rrogat i kemi marrë me kohë, harmoni me sveti, me shok, krejt, mas ju privatizu, pranon vendim me ardhë në fshat. A ke vështirë kë vendim? Me tregu drejtën thëshin të na, ku shpenu i qytetit mos në kthehet në fshat.
Po këj uji, qka pisha unë në qytet, vjen prej pendës tonë. Ashtu më të rekja pendën lindje teme. Ku jem lek, ku jem rrit, dhe ku kom vepëru. Edhe, apet, me tregu dhe drejtën, dërën tinë se s'po fshej, unë jam të jetu vetë që 3 vite gjysë. Shkëshortja ku është? Krejt kanë bënën kërkes, mu se krye familjar, a shkojmë Gjelana Adeli, jo, thashe. Gjelan jem konë, së më ka pëlqy. Se Adeli le grune vetë këtë? E me tregu drejten, e lash se këtë familja jonë jashtë, po mendojnë në qytet, jashtë, në perendim, unë s'kisha shka me bo, prej banesës në park. Do gjendë pa njofshëm se ka një gjeneratat e tona, edhe kështu una vendosa me ardhë, takona me të familjes. Këtu a ki shoshëri? Ka këto mirë, këto kam shoshni shumë, dali me ecë, e kam atë kohën e caktume, që dal ka ora 17, shkoj 2 kilometra, 2 këthejena, jam i shëndetshëm, në harmoni, liri jene plote kemi. Po shkon me vizitu gruna i herë? Po shkojnë premtën premte. Vikendet edhe Po, kjo. me të kalzu drejten, jo pos vikendet, po e majtë fejnë muslimane, falën në gjami tonë, shkojnë gjami qytetit, del vajza, shkoj të djemt, jo në për kafiqe, shkoj të nona, kam edhe nonën me punëtore. E rëndësishme është se janë mirë gjithë. Mashallah, Edhe- përshëndet dhe si cili ma i bukur se shoki, se shoqi. E tash po këthim tek pjesa e fshatit. Si e kështë përshkru me një fjallë fshatin për Lipnica, dhe pse po e shumë se është një fshat ekstrem i bukur. Shqip, fshati për Lepnic dallohet shumë nga fshatrat tjera. Gjilanit apo... Maret rrethine, se maret Kosovës, se maret Ballkanit edhe të Evropës. Pse tha? Pikë pari e dallohet në patriotizëm. Këtu është patriotizmi dem baba dem. Këtu adin për të ceki pak, mulla Idrizin, kur ka roa prej Malsijës këtu me shliru Gjilanin, Kunaki ka qenë të një koshëri jemi Miqa Zenel. Aty është rehu me 600 ushtarë dhe i kanë shpënda 17 tota. Atë që e kanë majtë sekret. Tjetërën, këtu të na nuk matë menë, unë me që përboj 69 vjetë, që ka pas nga të rejës, vras, thonë në atë kohën kur kanë pas fistona. Gjaja së kohën një, pa aja i ka 200 vjetë më tepër. Kalomi mirë, kemi autobusin, levizjen një çdo gjësore, kemi taksishta 17, kemi shitore 15-16, kemi ballantën, vetëm stacionin e policisë, kom dëgju, se di, se kom punu 28 vjetë me një ndërmarrje shoqërore që nuk e kom ndrru vendin e punës, jem rrit aty, edhe kom dëgju që stacionin e policisë kanë dash njerëz se kanë pranu. Jemi shumë njëri pozitiv. Vazhdo Me me tregu qëndru, drejtën. vazhdo me qëndru kështë. Me tregu drejten, pos që jam me energji pozitive, po kam edhe bioenergji. Dëpllë. Se Double. me tregu drejten kur s'm ka dhim, adin nuk më ka dhim kërkon, nuk më dhem kërkon, Se mos me shfrytzu shëndetin për të mirë. po s'unë rrisem, han. Që asën s'mo me menejt, u qova. Ja, Ja, s'mo jasën e menejt një vend. Qashtë? Po, Pas kemi qëllu të dëtë njëjtë. orator, thomi orator. Orator me energji, jashtë Energji pozitive. Po. Me atë shkoj unë po kom qef, t'ja marrë një Qa po ki qef? 5 e shkoni unqë nësë unë asë po mëjë se jam i zëndë, e shkoni unqë në aty të restorani, kur gjallë në stasjon doli, merë në pinja ka një pije. Se i kam të arnat e mija, s'jam i Ki varë, gjithmonë. s'jam i varë në pjaskujt, Po, Falemderit veç mbi- mendja që po ju shkon. po qëre humaniteti, nuk është vetëm në shpirë e është në gjithë fshatin, edhe në gjithë shqiptarët e Kosovës. Pas kemi me mbledh sot fare shumë. Po, dorën e letë e kam. A bën qështu? Bën. A për ndërpreni, tash, ha? Po, ja me qëtë mi,
Me ardhë në Gjilan, jo që ju vjen mërzimi ju hy në bërë, po të presin me kore. Po me pas ju shkoni, una vizithiri djemësat, ama bin bukën. Bin flin 12 natës, dy janë kamariera, vajzën e kam juriste, frizer, vajzën e kam qetrën të voglën në fakultet ekonomik vit 2, djalin e kam Francë, ekonomis me grujen, që 14 ishan me shëndet. Oj, zoti shpis! Në fjellë juve në fat dhe shëndet. Zoti ju dhosh bereqet, Amin, gjithë. zoti qof me juve. Dërëntin, zoti Ishte shumë knaci. ju dhosh gjithë, se nuk të naqë vetë. E vërtit. Tash e takova edhe kryetarin e fshatit Menderes Xhelili. A e thash mirë? Po. Edhe njëherë përshëndetje para kamerës. Përshëndetje, faleminderit. Faleminderit shumë për kohën, mirë si ju kemi gjetë, është kënaqësi. Faleminderit. Si na e përkufizon fshatin për Lipnica? Fshati për Lipnica është një fshat, e ka një pamje piktoreske, mos thonë kështu, shtrihet në një lugin tepër të mirë kurora, e ka kurora mbi fshat pendere për Lipnicës, e cila furnizon me ujësjelës gjithë qytetin e Gjilanit me rrethin. Fshati për Lipnicë i ka dikun 435 shtëpi me 2600 banor. Mirë po, sa i përket tani për momentin, në për Lipnicë ka banor shumë pak, cilët kanë shku për një jetë më të mirë, kanë dalë, mos them, janë dikun afër 100 shtëpive janë të boshatisura. Me që fshati po duket i zhvillum, cila ka mujtë me qenë arsyeja pse e kanë braktisë fshatin? Arsyeja është për një jetë më të mirë se rinia sotit po këshyren si cili me pas një jetë më të lumtur, më të mirë. Dhe me perspektivë nuk pe marrë ata që nuk janë të punësumë, s'mujnë me gjetë vetën këtu edhe kanë marrë përëndimin për para. Po për ata banor cilët janë brenda fshatit, çka punojnë, me çka mirren? Për këta banor që janë brenda fshatit, ka me firma ndryshme, me lektori, me gjitha do të ja dalin njësi, mirë po këtu ka edhe bizneset lojshme. Nuk di si me ta përshkru, veç ka lojshme. Konsideroni si fshati ndër të parë që keni shumë biznese private. Cilat janë qëto biznese, konkretisht me çka mirren? Bizneset private këtu në fshatin për Lipnicë është tregtia, prodhimtaria. Çka prodhoni? Prodhohet mos thomë se nuk e kanë këtu fabrikën, po është shembull prodhimi i kablove, është prodhimi i kubzave, betonit që ja këtu kupi Shqipnik, është Proengi, është Eurokabel, është Kosova Komerc, mos i cekit gjitha adin kështu bashkë, mirë po të gjitha janë nivel. Mirë po besoj që këto biznese sa do pak kanë investu në fshatin e vetë. Kanë investu në fshatin e vetë, kanë investu në familjet e fshatit, mos them se ajo kur them familjet e fshatit janë që kanë investu për arsyet punësimit, të rive, janë mënu mirë po problemi kur po shojnë ma mirë edhe po ikim. Çka ju kish dashur fshatit? Fshatit ju kish dashur punësimi, një jetë mirëqenia kështu, mos ta them se nuk jemi asnjë familje që është e cenueshme, që mos me pas buk me hongër, po gjitha janë nivel. Po, e keni një jetë mesatare? Mesatare, shkollën e kemi shumë superiore. Sa është numri nxënësa momentalisht? Numri nxënësa është dikun ofër 160.
Dhe kushtet e mira janë aty brenda Mira objektit? janë, të mira janë, është renovu shkolla, sa do pak, kushtet i kanë të mira, në zemjen e kanë të mirë. Gjitha kanë sallën e kulturës, si që po e shifni këtu, brava me këtu, gjitha janë nivelin e dur, po s'ka perspektiva heq jashtë e kanë zgjedh rendimin edhe ukri. Se në shumë vende, po thuaj se gjithandej, cilat janë resurset natyrore që i ka fshati për Lepnica? Fshati për Lepnicë, resurset natyrore edhe më të bukurat që i ka, si që për shifni, lisi atje ku është flamuri atje i vendosër, është penda për Lepnicës, turizmi ku është më të vërtet tepër i mirë, natyren e ka shumë të bukur, lumin e ka të mirë me preashtim që rregullimi i shtratit lumit është kamet në mshiren edhe presim, shpresojmë që do të bëhet më mirë. Çfarë përgjigje keni marrë? Kemi marrë po, edhe Edhe ju. qartë. Kjo është kërkesa e kamotshme. Infrastruktura ishtë nivel? Infrastruktura është Ka nivel. ndonjë rrugicë që është ende e pashtruar? Ka, janë disa mirë, po ato janë projekte sipër, në prokurim janë, kanë kalu, vitet, këtë vit veç, vitin e arshëm, më kry. Për Lepnica, cilësohet tjetë fshatin ndër më të zhvilluarit, sa i përket kësaj komune? Sa i përket kësaj komunës tonë, une besoj edhe shpresoj, se këtu janë, mos thonë, po dikun mos shkoj në nivelive që ka mësues shumë, ka arsimtar, ka logoped, ka mjek, ka vend i kokave të shnosha, mos thonë, kokave me një fjallë, koka ndritura. Me një fjalë dominon arsimi. Arsimi. E keni- Arsimi janë mbi të gjitha bile kemi edhe një libër, si kur ta kisha pas, pa ta kisha dhuru, se kisha lon. Po mbet marak. Me preashtim se që mos ku me bu edhe herave tjera kur të vini, ku m'javë siguru edhe ku m'javë dhonë. Faleminderit shumë. Edhe për fund, një fjalë kështu që ja vlen me thonë për Lepnicën, për ata cilët nuk e njohin si fshat, mu sa më ka ra sot me shetit fshatin, ka qenë shumë i bukur, më ka pëlqyer dhe më ka lënë brisa. Sa i përket, unë kërkesa ime, mos thomë se edhe unë jam i prekun, edhe unë jam prind, edhe unë jam i prekun nga i drejtim, kisha lutë rinien, mos largohen, në rinë afer, moshave të vjetra, mirë po, edhe në tjetërën unë këthejem, nuk mëj më ndalu, sepse perspektiva e punësimit është në zero. Mendon që ka me zgjat ende? Une besoj, edhe nëse nuk zgjat këta që po shkojnë një herë ma këta këthim mbrapa s'ka. Indrum, unë po ju falenderoj shumë për kohën, ishte shumë kënaqësi. Faleminderit, respekt, Çdo të mirë. faleminderit shumë. Po e lem prapa fshatin për Lepnica, si që po e shifni jemi në fund të fshatit. E kam parasysh se mungon në këtë epizod komentimi, por gjdo fjallë është thonë nga vetë banorët, nuk kemi pas as hapësirë me komentu fshatin nga banorët e mrekullueshëm, nga pritja mirë që na e kanë bërë sot ata. Na e kanë zbukuru emisionin, unë i falenderoj për zëmërsisht gjithë se cilin që ka gjetë kohë dhe na ka dhënë informacione shumë për fshatin, e kemi kalu një ditë super të mirë. Gjilana se të vazhdoni të qëndroni kështu mikprica, të respektum, të kulturum, sepse kjo ju ben shumë unik. Ne lem ta kem për radhen tjetër, deri atëhere, mirëmbëjtje.